Për të pastruar sobën, kam ujnë e nxehtë. Po, mirë është pa çdo pjekje aty në furrë të bëjmë pastrimin. Shtoj masën e sodës, sikurse që të ndodhë ky reaksioni edhe uthullën. Pres. Le të jetë një limon që unë e kam përdorur. Pra reaksioni dhe aroma e fuqishme e uthullës në bashkëveprim me sodën. Okej. Këtë tepsi e vendosim në furrë me atë nxehtësinë që kemi nga pjekja e tavës tonë. Shiko pra si është reaksioni, e marrë dhe e vendos sërish në sobë. Avuj që mua do më kryohen, do bëhet pastrimi i sobës. Do ta lëm të zjej aty akoma. E lëm, patjetër që unë e kam edhe në nxehtësi, e kam diku te 175-a, shumë pak. Gjithë avuj që kryohen dhe bashkë me sodën, uthullën dhe limonin, është që pastruhet shumë i mirë pa kimikate. Ashtu tepër kur pastrojmë shpesh furrën, po ashtu edhe për të larguar aromat e këqija të saj. Një mënyrë krejtësisht natyrale.